Miqtë e emisionit Bardazi, ne takohemi gjithmonë në të mërkurën tonë, ku sot do të flasim për ca... Iku, e kupton, iku për para. Haron fare që jam dhe unë rimorkja këtu. Jo pëse është bërë si në fushat. Do shtojmë këtë, do shtojmë atë, do rrisim këtë, do rrisim atë. Unë rama kështu. Po edhe Berisha. Të dy, bile se dhe Luli. U zjuaj. Të t'ja shkam unë. Kujdja ullni që t'ja rrisni, e kupton? Do ullet një gjë që të rritet një gjë. Shkëm në vënd që njerë, shkëm në vënd që njerë që të qojmë po. Vënd që Aksarave është shumë serioze. Shumë. Sepse ka të bëj me dy rokje, tiku dhe toku. Na e hoqin e për zotin, na e hoqin tikun dhe tokun e re. Po e hoqin, mos e ka neq fare. Ose e ka neq, ose se ka neq. Të do diskutojmë, super panel si gjithmonë. Fajk Basha, miku i dashur i studios Bardazi. E kemi bërë cop Fajku me këto çështje. Zdi dhe ai ç'a të bëj tani. Një yll i studios Bardazi, Suela Koçibellin, një vajzë e shkëlqyer që ne e duam shumë dhe që jep mendime dhe opinione shumë të sakta dhe kur vjen puna për të mbrojtë të vërtetën, në kokë. E tha vetë. Vjen për herë të parë në studion Bardazi Elior Vila, ai është ekspert i sigurisë, një djalë i shkëlqyer, sot do dëgjoni mendime serioze lidhur me tikun, me tokun, edhe me atë që e përmbledh tikun dhe tokun. Ndërkohë unë po i të hap një TikTok fshehurazi këtea, andej me ato që e dini vetë juve. Ose sa hap fare, që dua. Ike domethënë, ë? Ore, po mua nuk më punojnë mirë në telefon këto, ju punojnë këto aplikacione, këto gjërat, ku di unë, sikur dikush më shikon telefonin, dikush ka ndërhyrë aty, sikur ka ku bënë di një unë, gjë. ky TikToku jërë koca rrotullohet aty, sapet fare. Unë mbyll vërtet se ka episode të çuditshme që ndonjëherë edhe, ë? Unë e kam akoma. E ke akoma, po si e ke akoma ti? Po sepse ka teknologji, po ka dhe super teknologji. Ashtu, ë, domethënë ti ja ke hedh sistemit. A kemi e sistemi të rrallë. Hedh sistemit, ë? Po çe do që të hapet ty kur shohin tjerët? Çe do ti? Kjo është e vërtetë se faktikisht ka rënë numri i shikueshmërisë. Po, çe do? Kjo ka ndodhur në të vërtetë, kjo si pasojë edhe e një pengese të vendosur, por edhe është bërë kastile kjo Fajka, po? Jo, sigurisht që mbyllja totale e çdo lloj dritare e komunikimit, çfarëdo lloji. Që me këtë TikTokun e kanë bërë mirë njerëz se na ngilin kalamajt atje në TikTok, po lëre. Bashkë kemi diskutuar këtë temë, bashkë kemi diskutuar rreziqet që ndrojnë TikToku, por ne kemi thënë që duhet të ketë filtra. A është mbyll apo s'është mbyll, o zemra? Unë jam personi që s'ka TikTok, kështu që për mua e kanë mbyll se kanë mbyll, nuk është se dita mas tani, megjithatë unë jam personi që jam pro mbylljes së TikTokut. Të paktën një hall më pak në morinë e halleve që ne kemi, dhe ndoshta një hall për treguar që sa gjëra merren si masa edhe rregullohen. S'mo ke fansë të TikTokut. Çka ka ndodhur tamam tani, tamam. Në fakt thuhet që është ngatërsuar shpejtësia? Po thuhet që është mbyllur, po në realitet nuk është tamam kështu. Nuk është mbyllur. Po me fjalë thjeshta ta themi që është ngadalësuar aksesi. Është ngadalësuar aksesi. Kujt i shërben kjo? Kjo i shërben si duket i politike censurimi që e ka ndërmarrë qeveria si duket. Po është në të mirë të fëmijëve apo jo? Varet nga këndvështrimi, argumentet që janë dhënë për këtë. Po shohim në këndvështrimin e fëmijëve njerëz, ajo na intereson. Se çfarë duan të bëjnë me politikën, le të bëjnë çfarë duan, ai bën mirë fëmijëve, se kjo është më parsore. Fëmijëve ka mënyra tjera për ta bllokuar për fëmijët. Do rikëtë vendi Ornelës, si që ka vendi bukur. Që ka shoh. Mbështetu se do. Nëse unë gjithsesi e shoh që dhim ka mesi sot. Vdiq. Më kanë hequr TikTokun. Unë se kam përdorur ndonjëherë, po po pse peshonte? Konfirmuar se bëhet për çdo lloj platforme. Ju bën atë. Ja, të lutem Fajk një sekond, se pra mund diskutojmë edhe për platformat e tjera përveç TikTokut. Jo, mbarojmë punën këtë një, se kjo është kryesore. Jo, shohim një lloj analogjie në lidhje me përdorimin e TikTokut dhe të platformave të tjera, pavarësisht se këtu ka ndoshta më shumë lirshmëri, fleksibilitet. Po. Që mund të shihet në një këndvështrim tjetër. Një kontroll më i mirë ose vendosja e filtrave për të kontrolluar aksesin e atij materiali që mund të jetë dëmshëm. I ka pas ato filtra. Po në qoftë se ka shqetësime mund vendosen shtesë. Në qoftë se mendohet që mendoj që është një masë që duhet merresh, ndërkohë tani kanë kohë të mendojnë për filtrat, mendoj unë, dhe patjetër që kishte një pikë nisë që ishte për vëmendjen që duhet të kemi unë ndaluar në Shqipëri. Jo, por nejse, nëse kanë po themi në një lloj hapësire ata që janë ekspertë të rekomanduar filtra, tani kanë kohë mjaftueshëm për të menduar për filtra. Realisht mendoj që TikToku ishte një fushë terreni shumë e madhe për shumë ekstreme të vendit tonë,
një fushë terreni për shumë njerëz që nga kriminale, që nga ata që abuzojnë me fjalën, dhunues, shantazhues ndaj femrave, me një gjuhë diskriminuese. Po pra, ju keni ndikuar dhe ju edhe profesori në këtë të rinjë të reja të cilët abuzojnë me grave, kemi bërë shumë mirë që kemi ndikuar. Po jo, unë jam pro mbylljes të TikTokut. Sepse kemi bërë gabim në. Po të kishit ju TikTok. Po të kishit edhe profesorit TikTok, po të kishit edhe ju TikTok. Nuk do kisha TikTok se nuk e vlerësoj TikTokun. Po të shikosh TikTokun tim, aty ka vetëm gjëra që shërbejnë për sigurinë. Vetëm gjëra që i shërbejnë. Po ku të hyn ai në live, po të ishin një hyrje live ai që trëmbet edhe bjerra që kam ke shtëpia. Po të ishin shtuar gjëra. Njerëzit e mirë do kishin burgje, domethënë, nuk janë gjithë njerëzit e mirë dhe prandaj kemi dhe burgje, prandaj kemi dhe ligj që funksionon. Nuk funksionon kështu, se e njoh mirë dhe burgjet. Kjo është problemi. Thelbi është jo gjithë njerëzit e mund t'i besojnë njësoj. TikToku ka qenë një fushë terreni që ka pas shumë të shantazh dhe shumë treg për fëmijët dhe për abuzimin e fëmijët, dhe fëmijët nuk kanë një vendimare. Pra, për sa kohë fëmijët s'kan një vendimare, të pajtë dashje minore, duhet që ti dhe unë të heqim dorë nga TikToku. Më kontrollues. Jo, ne mund ta përdorë. Edhe ti që i rritur mund të heqësh dorë nga mbi shumë mirë. Telefoni na e kontroll. Është një platformë e cila mund t'i japësh mesazhe shumë të mira. Ai të jetë drejt për drejtë, shkojnë të pakontrolluar. Po bëjmë debatin e TikTokut tani, po bëjmë debatin e kontrollit tani. Jo, palësh TikToku kontrolli bëhet me filtra, bëhet me mosh, bëhet duke hequr aksesin e disa fjalive. Ke frikë kur e mban atë telefonin në dorë ti? Unë jo, fare. Fare, po ti ke frikë? Në çfarë aspekti? Në aspektin që më merr kohën, që më atë që të merr kohën, që edhe vetëm të pas frikë. Po që te kontrolli të përgjigjet tek situata që shumë nga ato bisedat e tua mund t'i shikoj dikush ose mund t'i lexoj dikush ose mund t'i. Po unë mendoj tani që shumë gjëra janë bërë publike, janë aty edhe janë të aksesueshme për çdo, domethënë. Domethënë, në parim e kemi marrë si të mirëqen këtë gjë, që pothuajse sot gjithçka. Tani si kontrollohet kontrolli? Jo, ç'është shko, nuk është se duhet kemi frikë nga telefonat. Sa kohë kemi akses në teknologji. Ne i kontrollojmë vetë të dhënat që kemi aty. Ato të dhënat që konsideroheshin konfidenciale apo me vlerë tashmë janë publike. Ne po flasim për dhëna personale, të cilat i quajmë të tilla, sepse janë dhëna që na përkasin. Dëgjoj, është një bisedë e fortë kohë të fundit që thuhet që qeverisë i interesojnë çfarë bëjmë ne me telefonin. Është e vërtet kjo gjë apo është thjesht kështu një kështu ato shashkat zgjedhore që nëse intereson qeverisë është rrezikshme. Jo në qofse, s'do me qofse. I intereson shtetit është diçka tjetër. Si intereson shtetit? Pra, shteti është koncept me gjërë që përfshin institucionet të cilat kontrollojnë veprimet jo të lishme të njerëzve. Kurse nëse qeveria ka interes për kontrolluar veprimet e njerëzve, kjo është diktaturë. Ktu ndahen gjërat. Pra, nëse qeveria ka treguar interes për të kontrolluar lëvizjen e lirë, fjalën e lirë, komunikimin e lirë të qytetarëve, kjo është e rrezikshme. Kjo platforma DPIP, çfarë ishte kjo DPIP? Është një gjë shumë e çuditshme, Elior, çfarë është kjo DPI? DPI, po desha ta prek pak të meqense e nisa po kaloj fjalët e kolegu. Çështja e aksesit për telefone dhe ajo gjë që qeveria kërkon të di. Qeveria në fakt nuk është interesuar për telefonat tanë, po për informacione, për arsye të ndryshme mund të ketë interes. Po ka mekanizma të cilët na krijojnë një lloj hapësire midis nesh si individ dhe qeverisë, mbrojtëse po themi, që nuk e lejojnë atë të ndryjë atje ku nuk duhet. DPI është një sistem edhe nga vetë emërtimi, pra Deep Packet Inspection, është një sistem i cili përdoret për të inspektuar në mënyrë të detajuar trafiku në rrjetin kombëtar. Që do të thotë praktikisht shikon çfarë faqesh lexon. Po mos nxjerrin kështu rezultatet zgjedhore. Mos po bëjnë një lexon trurin, lexon telefonin. Po, unë kam përshtypjen telefonat e bëjnë vetë atë se nëse ti kërkon diçka atë të nxjerrin gjithkohën. Po pra, ky është një mekanizëm që ne e kemi. Domethënë pse duhet ta di qeveria se ç'a kërkoj unë në celular? Po di telefoni vetore. Gjithkohën telefoni të rekomandon. Çfarë ti ke kërkuar atë të jep gjithkohën, pra është shumë algoritma kjo. Telefoni kontrollon. Ja, një sekondë, se nisi ta shpjegoj se edhe inxhinieri ta tregoj, po DPI-ja e çon informacionin në një zyrtar ku dikush e lexon për interesat e tij. Ky është problemi. Po pse algoritmat ku e çojnë për pyetje? Algoritmat e çojnë tek biznesi, ke njerëz që janë interesuar, por është më i thjeshtë, është më pa i kontrolluar. Jo, kemi një nga se duhet flas nga pikpamja teknike, jam shumë i saktë se nuk na lejohet, kështu që të bëjmë devime. Po, duhet jemi të trembur ne? Jo, nuk duhet jemi të trembur. Se po diskutohet që kanë ardhur pajisjet izraelite do na përgjojnë celularët. Po, ato kanë ardhur, DPI mund përdoret për shumë qëllime. Njëri mund të jetë për qëllime sigurisë kombëtare, që kanë lidhje me
terrorizmin apo me biseda grupe kriminale. Dhe nga ana tjetër mund të përdoret për të marrë informacion detajuar mbi komunikimet e caktuara në rrjetin kombëtar. Informacion të detajuar, sepse informacion të përgjithshëm mund të marrin dhe pajisje jo DPI, po i quajmë, ato që janë bazike. Këto shërbejnë për detajet e komunikimit, por që nuk mund të hyjnë në përmbajtjen e tyre. Që do thotë, nëse mua më intereson përmbajtja e konfidencialitetit të dënave të mia, edhe të bija vetë nuk ka se si ndryn atje. Për shkak të mekanizmave të tjerë që për t'u larguar pak gjuhës teknike, mekanizmet të shifrimit, po i quaj, të cilët garantojnë që nga i telefon në një tjetër nuk mund të ketë asnjë lloj ndryrje në mes të komunikimit. Mund të merren detajet të komunikimit, po jo përmbajtja. Sepse ne si përdorues na intereson më shumë ti konfidencialiteti i dënave. Se kam një shoqe në WhatsApp. Po. Dhe komunikoj me të edhe gjëra, s'po them dashuriçka, po them gjëra intime, për shembull. Ky filani më tha kështu, ai filani më tha ashtu, bëra muhabet me këtë, ose mendoj që ky do futet në burg ose budallë që thon njerëzit. Me thashë theme mos u merr ti. Se mos merrem me thashë theme orva. Ore më lejon kushtetuta mua. Të merrem me thashë theme, po unë mendoj që ti duhet ishe deputet për shembull. Ky është thashë theme që do ta them ty. Dikush tjetër mendon që s'duhet isha se mund ta cënoj. Ashtu dhe tani ai e merr vesh që unë dua që ti të jesh, ai s'do që ti të jesh, thon në inatosët me mua se u çfarë kam unë. Pse do ta marri vesh ai? Jo, të mos krijohet dhe një lloj e shoqë që ka një lloj qasje. Pajisja të zhbirilon. Tani, nga pikpamja teknike, më aq sa e njohim konceptet e sigurisë edhe që them se në këtë fushë kam goxha eksperiencë, nuk mendoj se ata mund të shkojnë deri aq thellë, ajo vërtet është deep inspection, por jo të shkojë deri në cënimin e përmbajtjes së bisedave. Qofse bëhet fjalë për një komunikim, mund të zbulohen. Është panik i prapur kot ky tani? Mund të zbulohen aspektet e komunikimit, si për shembull vendodhja ime, adresa IP e telefonit dhe personit tjetër. Koha e komunikimit, sasia e dhënave që ne mund të shkëmbejmë, por jo përmbajtjen e tyre, sepse atëherë jemi të qetë ne që merremi me gjëra të ka një mekanizëm mbrojtës të tillë. Rini të qetë ju. Ju shokët e moteleve, rini të qetë, po. Pra, ky është principi. Nuk kemi parë në një studim apo në një mënyrë se si dikush mund të ndryjë mes tyre komunikimet, paktën me këto mekanizma apo algoritma kriptografisë që quajmë ne, që ndryjë, t'i thuej dhe të arrit shofi përmbajtjen e informacione. Po duhet të jem shumë i saktë në këtë. Me aq sa teknologjia na jep mundësi, ka mundësi që të krijohet një hapësirë private, po themi komunikimi e tillë që ndoshta qeverisë mund të interesojnë. Si private ata zbërthyen ato si matrixrat e... Jo, shko, ajo nuk ishte të bënte me ata, aty u kapën serverat ku ishin ruajtur këto materiale, pra ata nuk ndërryen në mes të një komunikimi dhe thanë shiko se unë po dëgjoj se çfarë po bisedon Erioni me dikë tjetër, absolutisht. Ata vajtën në origjinë, atje ku ruheshin ato mesazhe. Këto pajisje mund të futen në origjinë ku ruhen mesazhet, ku kalojnë mesazhet, mund të bëjë më shumë. Pra kush na garanton neve që këto pajisje nuk bëjnë më shumë, aq sa thatë ju që vetëm janë informacione të përcipta dhe nuk janë baza e komunikimit. Kush na garanton ne? Sepse ato pajisje janë tepër inteligjente. Ato janë prodhuar për shembull, ja ku e kam un rast konkret. Më shumë në botë. Sa që flas në WhatsApp? Sa që flas në WhatsApp? Është 1 minutë që nuk më dëgjojnë ata që flasin. Një sekond. Jo, më shumë, domethënë disa sekonda. Shumë flasun. Alo, vllai, zemra, shpirti, se unë flas me njerëzit. Ai nuk e dëgjon atë. E pse fillon me vonesë? Nuk, kjo ka filluar kohë të fundit. Këtë thuaj ti. Jo, ajo nuk ka të bëjë me aspektet sigurisë në gjykimin tim, ka të bëjë me aspektet të performancës komunikimit. Komunikimi ka vonesa që lidhen me pajisjet, me... Jo, tani e ka shfaqur këtë lloj. Por tani ka filluar në WhatsApp kjo se para ca muaj ishte. Jo, nuk ishte. Tani ka filluar kjo. Mirë se pajisjet nuk janë perfekte, kanë ato problemet e tyre. Ato, ç'është ajo? Iqë thot vërtet kjo, i thot ati që përgjithë. Se u flas me viva voce se kush e mban këtu tërkohën këtu na është gjitur kjo në vesh. Dua ta vazhdoj edhe një herë bisedën. Pra DPI mund të shkojë deri në një thellësi të caktuar, por nuk mund ta lidhë atje ku... Po mos është IPD-ja. Po s'është një tjetër që është, do të thon këtë që s'ka kuptim, edhe ndërkohë kanë marrë një tjetër që të zbërthen. Unë s'kam çfarë të zbërthej xhanëm se unë në qoftë se ka ndonjë pajisje që bota se dia, po e din vetëm qeveritë caktuara dhe grupet caktuara interesi, kjo është diçka tjetër, po të paktën në aspektin akademik dhe atë... A ka aparate të tjera që vi vërdall këtu? Digje ti, Suela? Po ne kishim MCK që populli i thjesht nuk besoj. Ishte këtu. Ja një. Më thjesht, më e vjetër në teknologji dhe arrinte të bënte përgjigje
më të thella edhe ambientale bëndër. Kjo pajisje. Kështu që a ka pajisje ne kemi të vërtetuar që ka. Në gjykimin tim, njerëzit duhet jenë të kujdesshëm që sa herë përdorin nga këto magjirat, çdo gjë që thuhet apo shkruhet këtu, shkon diku. Kështu mendoj unë, mbase mendoj gabim. Ne do të sensibilizojmë njerëzit që jetë jenë kujdesshëm në sjelljen e përgjithshme. Po. Janë sjelljen e përgjithshme. Mos jenë budalliqe. Ato të moteleve të reduktojnë pak. Ata të flasin me gishta. Po. Tani nëse ata bëjnë budalliqe në sjelljen e tyre të përditshme, le ti bëjnë edhe këtu budalliqe që të kapen pak. S'është kufizimi tani ky kufizimi kjo turja që është terreni tha dhe i kemi tha. Kështu që jo pse ideja është ja ti. Ata që bëjnë budalliqe me që thuhet në të vërtetën e tyre në jetë, le ti bëjnë këtu se kështu i kapim të paktën, për nëse i kapim të. Po ju vdiqet ti fuziljesit burgo valla, se dashurojnë. Jo, se paguajnë taksa shumë para të punë, po ç'keni valla? Por të mbrojtur ndoshta të mirën e dikujt tjetër që mund vjetet pengi këtyre sistemeve. Po, me këtë jam dakord. Në këtë pikë mirë që është terreni. Tani kjo rrudhja e TikTokut duhet të jetë deri për zgjedhje apo mbas zgjedhjeve shohim që TikToku mos rrudhet më? Pra prap fëmijët do të jenë përballë këtij kërcënimi, bëjmë një profeci kështu bardhazi se kemi të jemi sinqert. Nuk është çështja e fëmijëve, sepse nuk është ndaluar aksesi i fëmijëve. Mu fëmijët ma treguan se si mund ta hap edhe një herë TikTokun, sepse në të gjitha rrjetet... Domethënë fëmijët e dinin. Domethënë nëse hap edhe një herë TikTokun... Është një VPN që mund ta shkarkosh dhe hapet dhe unë mësova dhe hapa dhe jam i qetë tani. Para se të mbyllej. Para se të mbyllej. Dhe edhe tani e shkarkon atë VPN. Po mirë, një sekondë, se nuk është momenti ky që të themi që mos bëjmë këtë lloj po themi deviante, që hajde të hapim me VPN-e me kështu, sepse nuk është momenti që si e rritur të themi, a mund të reflektojmë të shtojmë filtra, a mund të angazhohemi secili nga ne për të vendosur diçka më tepër. E kemi bërë bashkë. Dhe mos themi që aja të sfidova se ne vdesim të sfidojmë, domethënë hajde të sfidojmë, të sfidova unë dhe kaq. Jo, tani ne realisht TikToku ka sjellë shumë probleme. Ne bëm përmbledhjen, tani do dalim se çfarë duhet bullizimi. Çfarë duhet bëj. Dhe ky bullizimi nuk do presi kohë të edukohemi ne, se domi është bërë tek fëmijët. Dole aty ku është thelbi i gjës. Dalim ku të duash, ideja është kjo. Po përgjigju Suela, s'po përgjigjesh mua. Kthe kokën andej. Suela, a duhet harxojmë para për ta mbyllur TikTokun ndërkohë që kemi rritur numrin e kërkesave për ta përdorur TikTokun dhe sipas studimeve, ja ta them këtu, po t'ja përgjigje ju. Tani, është rritur 3 herë numri i njerëzve të cilët lundrojnë në TikTok. Dhe nuk kemi shpenzuar një sasi parash dhe nuk kemi rritur asgjë. A nuk ishte më mirë që të shpenzonin një sasi më të vogël parash dhe të kërkonim që t'i vendosesh filtra gjuhëse komunikimit? Rama i kërkoi kompanisë që të vinte filtra. Që të kishte reagim dhe spadë. Do thosha të që është. Kompania si ktheu përgjigje dhe Rama i tha mirë se kam unë një përgjigje si na çadin. Edhe ti sri si luli o Rama. Po jo kjo është fakt tani. Fakti është ky që Rama, me që dolëm te Rama, duhet bënte përpjekje, duhet bënte bashkëpunime me kompaninë apo shteti shqiptar të vendosi filtra, jo ta bllokojë se nuk e bllokon. Mund të përgjigjem. Po jo mos e si ja kërkoj pra filtra. Po lëre, tash një sekond, në këndvështrimin tim. Se tani ti e quan lirik të gjë. E quan lirik. Me të drejtë. Nuk e quan lirik, e quaj çmenduri. Unë e quaj, po se çuaj çmenduri më burr. Futën e TikTokut ti më shiko. Abuzuesi çka. Fakti që ti një përdorues në 10 milion je i mirë. Ato 10 milion ti vendosin filtra. Gëlon ignoranca më burr. Unë e di, unë ta kam treguar edhe një herë që njerëzit që flasin banalitete, kanë shikueshmërinë më të madhe. Po ky është problemi i shoqërisë. Nuk është problemi i TikTokut. Jo. Bëhet tek fëmijët të korrigjosh shoqëria. Po jo, shteti ka filtrat e veta para, se ty s'funksionon shkolla, ty s'funksionon institucionet arsimore, ty s'funksionon. Po jo pra se këtu fillon se ky është filtri i parë. Pastaj filtri që mos përdoret gjuhë urrëtie, filtri që mos përdoren sharjet në TikTok. Pse duhet me mbyll TikTokun ne? Ja ta them një herë pa. Mbarove pyetjen. Po. Okej, perfekt. Nëse mbaroj pyetja tani marrim përgjigjen. Tashi. Po, Rama tani pret përgjigjen e Ramës, po. Po. Sa të presim ne korrigjimin e problemeve që ka arsimi, është shumë e drejtë që ndrojni, kemi folur disa herë. Tani, ky TikToku, në këndvështrimin tim është një masë drejt për drejt që merret të ndërhyet, pra pritet, ajo plaga, mbyllet për një moment se pastaj ti ke kohën të marrësh to masat e tjera për të ndërvepruar dhe për të korrigjuar, po themi sjelljen e gabuar dhe si ta monitoruar. Pacienti ka problem me veshin, ai ka prek giftin e këmbës, se ka bukur. Atëherë ky veshin duhet mbyllur pak dhe pastaj ta shohim brenda se ku është. Jo, nuk është. Jo, ke një plagë nevojë ta ndalosh edhe për më tepër nga ana tjetër edhe u tregua
në mentalitetin dhe në qasjen që kemi në shoqëri që një mas kur duhet edhe merret. Po si morë për them. Mi për tash unë s'kam TikTok, ju mos thotë se kam avash TikTok, unë kam me VPN thua. VPN, thua kështu? Tani nuk hyn në TikTok normalisht. Ja se qeveria me opozitë pa të dëgjojmë teknologjisë. Po. Ti më se ekspertia e teknologjisë. Po flas si ekspert sigurie, një zë jo politik, po. Jo, po flas si ekspert sigurie, nuk po flas si politik. Ishte ngacmimi im, vazhdo, lëre. Elior. Shko, në mënyrë ironike, me qenë se po nisem edhe nga ajo që u diskutua, fëmijët të cilët për cilët u bë humor kjo mas, janë ata të cilët kanë zbuluar të parë to do me thënë. Shtigjet, po themi të. Do me thënë. Që do të thotë praktikisht ta nuk do ketë asnjë efekt. Por kalojmë te ana tjetër, dakor, u bë për fëmijët. Ne në fakt duhet të ishim një ndër shtetet europiane që mund ta kishim marrë një mas. Jemi të parët me këtë mas ekstreme. Po gjithmonë kemi qenë të parët ne. Se edhe në vendet e tjera nuk është se s'ka të njëjta ashtu, por kaluam në një mas ekstreme. Po tani çfarë ndryshimi kemi ne me shtetet e tjera, në kuptimin që ata nuk i kanë këto probleme. Ata nuk kanë pasur konflikte në TikTok që përfundojnë nga aty në rrugë apo për fat keq ka pasur. Ai ishte nevojshme kjo mas. Unë nuk e di që të jetë kërkuar më herët kompanisë që të vendosi filtra, po i quajmë ekstrem që ta zbusë këtë çështje. Kanë ardhur 2-3 herë përfaqësuesit e kompanisë këtu, kanë vajt atan atje, janë bërë takime. Dhe ajo unë di që gjuhën shqipe dhe fjalët kyçe në gjuhën shqipe nuk i kanë njohur TikTok për bllokuar. Që do të merrej vendimi për të mbyllur, duhet merreshin parasysh edhe mekanizmat e tjerë që do përdoreshin për t'ju kundërvënë kësaj mbyllje. Dhe kjo do të çojë tani në gjetjen e teknikave të cilat ekzistojnë. Prandaj thash në fillim thonë që është mbyllur, por në realitet është ngadalësuar aksesi DC, por që ka mënyra tjera për të aksesuar. Nuk është se po i dal kundër një lloj. Historia ka treguar që vendosja e filtrave ekziston dhe është funksionale, ndërsa tentativa për ta mbyll nuk funksionon. Pra pse lodhemi kot, shpenzojmë kot dhe bëjmë diçka të kot, dhe nuk i arrim do qëllimit. Ndërkohë, e gjithë kjo kohë, minimalisht e gjithë kjo kohë, po të gjitha pajisjet kushtojnë, se Izraeli nuk t'i falë ato. Po, patjetër, se janë blerë pajisje, do personel, të gjitha ato pajisje. Këto janë fjalë thashë themi se ne vdesim se për thashë themi si popull apo statistikë dhënë, domethënë. Di çfarë statistikë dhënë është realisht aty ka pas terren për shumë njerëz për të folur me fjalë banale, me fjalë fyese, me fjalë denigruese dhe shantazhuese ndaj vajzave. Po jo, kjo nuk ka qenë, pra nuk ka pas një kod dhe këto unë e di paktë nga specialistët që njohin. Nuk e ka, po ishte bë përpjekja, sa që është bë përpjekja për ta mbyll, do ishte vendos filtra. Kjo përpjekja merr një vit, më mirë ndalojmë tani dhe ky një vit që ne kemi në favor të fëmijëve tanë, sepse fëmijët po na mbarojnë. Ore nuk e kanë mbyllur fare, nuk e kanë mbyllur fare. Ja një sekond. Ço se kanë mbyllur fare, pasi më përgjithësi ata që vetëm ne shqiptarët jemi ata që flasim keq në TikTok. Vetëm ne jemi ata që bëjmë. Po ne kur flasim ne shojmë fare fjalët anglisht i një, po edhe në vendet e tjera mos në vendet e rajonit. Se në Maqedoni është shteti ngjashëm ne në kulturë karakteristike. Po pse do të krahasohemi ne me ata që janë më dobës se ne? Nuk kemi ambicie për më lart? Shko, nuk e di më dobët apo mirë. Nuk po them dobët apo mirë. Na tash ne do të fillojmë. Unë po them ne jemi rajon. Do të kalojmë në Europë apo më lart. Ne do kalojmë aty ku është ambicia për vendin tonë. Parë që të marrim mas kaq ekstreme. Mund të jesh i pari për të krahasohemi me Somalinë, me Indinë, me Sudanin e Jugut, me Nepalin, me Tazhikistanin, me kështu vende. Po një sekond. Ai pyeti Rama prindrit. Të lutem Eriona, mund ta japim një përgjigje? Mbyllë vlla. Të lutem Eriona, mund ta jap një përgjigje sepse kjo sjellja që për mbylljen, po jo për arsyet e Ramës. Ne kemi qenë për mbylljen se është bër ky mjet i lirisë njerëzore. Ka qenë abuziv, terren abuziv. Edhe kur kemi diskutuar për filtra, jo për mbyllje. Jemi në mesazh, të lutem. Mesazhi? Ju. Atëherë, unë mendoj se duhet të respektuar liria e komunikimit e media, sigurisht duke respektuar edhe mendimet atë cilat i lidhin këto media me apo rrjetet sociale me problematikat caktuar. Jam plotësisht dakord që ta adresohen në mënyrë më të mirë të mundshme, po jo duhet shkuar në masa ekstreme. Mund të shihen paraprakisht masa më zbutëse në mënyrë që të jemi dhe në një lim, po themi, edhe me ruajtjen e lirisë medias nga njëra anë, por edhe shohin dhe aspektin ekonomik. Shumë njerëz punonin me. Po sikur TikToku të na hedhin në gjyq, na i merrnin 2-3 miliard dollar. Kot po them, unë se di fare, po. Unë nuk e di çështjet ligjore, po besoj se jo, besoj se jo. Beson se jo. Nuk ka kontratë me qeverinë shqiptare. Po të kishe kontratë me qeverinë shqiptare, do e kishe bllokuar, do e kishe prish kontrata për mos përmbajtje. Se ka kontratë me shteti nga e mira biznese aty që shesin e bëjnë. Mirë pra, kjo është platformë. Dhe ka shkaktuar kur shkakton një dëm, pavarësisht kontratës, dëmi matet. Ore është platformë sociale që ti e përdor, do edhe e përdor. Po nuk ka kontratë me shtetin, se po të ketë kontratë me shtetin, shteti e bën kontratën
bazën e disa rregullave. Pra dhe para se ta mbyllnin, e kanë kuptuar në ana juridike që s'kemi ndonjë problem. Po, nuk kemi problem. Se po ta hash gjyq me TikTok-un vllai, anja 2-3 miliard dollar, Mendoj se i kanë sqaruar ato gjëra përprekisht para se ajo mund të ketë, kuptohet, pasoja po i quaj deri diku politike, u vum edhe ekonomike, se në një farë mënyrë Kina nuk ishte shumë e lumtur, megjithëse jemi një vend shumë i vogël në krahasim me komunitetin të TikTok-un në botë, por që më tepër ishte ajo shija që na çoi në vend të parë si një shtet evropian rajonal që morëm një masë ekstreme. Kur jemi gjithmonë të parët, mbaroj fare, për çdo gjë kur dalim të parët u kënaqem. Ka edhe raste të tilla që jemi në krye. Suela. Në fakt unë besoj që çfarëdo lloj mase që merret në favor të mirëqenies së fëmijëve, sado e fortë të jetë, edhe pse jemi të parët, lërna të gabojmë, ta shohim se çfarë bëhet më tutje, të paktën u mor një masë në favor të asaj që ne besojmë që është për këta fëmijë dhe për mirëqenien e tyre dhe për reduktimin e shanseve për çon fëmijët tanë të kanosur, të informuar më së keqi se TikTok-u nuk ka. Kështu që unë besoj fort që roli i një shteti dhe një qeverisje është i zoti i shtëpisë. Merr një masë për të mirën e këtyre fëmijëve, kështu që në këtë pikë tash të shohim se çfarë bëhet më tutje. Ronald Reagan ka thënë, detyra e parë e një qeverie është të mbrojë njerëzit, jo të drejtojë jetën e tyre. Ne nuk mbrojtëm dot njerëzit nga salmonela, jo t'i mbrojmë nga TikTok-u e të bllokojmë TikTok-un. Erdhi salmonela, hyri, se bllokum dot. E po bllokojmë ne dot. Këtu ka qenë ne. E po bllokojmë dot ne TikTok-un. Kështu që është më mirë të marrim disa matë. Unë nuk e di kush e këshillon Ramën, por kam përshtypjen se duhet i japin ca këshilla më të vlefshme, më të pranueshme dhe më të realizueshme. E realizueshme është vendosja e filtrave, siç e bën gjithë bota. Ti nuk lejohesh me sha, ti nuk lejohesh me ofendu, ti nuk lejohesh me bullizu. Bllokoje. Po me thënë drejtën këtu duhet të gjithë të rritur të angazhohen ta thonë këtë fjalë, që të flasin pak me fëmijët tanë, të themi mos bullizoni, mos përdorni këtë TikTok, në çdo lloj TikTok-u tjetër për të konsumuar kjo është e ju hapni TikTok dhe përdorni mesazhe pozitive. Duhet të rritemi ne që bëjmë mesazhe pozitive. Para fëmijëve nuk ka asgjë. Mendimi im është ky. Tiku dhe toku të rinë së toku. Unë kam frikë në ai tiku dhe toku tjetër, ai që të përgjon, në ato përgjimet, në ato DPI-t, TPI-t, TDI-t, FDI-t, FDI-t, se këtu se dim se sa pajisje përgjojnë, këtu përgjojnë gjithë, ku dim ne qa hyne, qa dele, s'dime qa bë, në ato kamerakun. Jo se kamerak se them në një gjë, se unë qa kam i them këtu në emision, po kamerak se do na bëjnë i punë, më kupton? Do na prishin i punë, kushtet mund të nxjerrin i gënjeshtra, tha Erioni kështu, tha Erioni ashtu, tha Ornela ashtu, na këto gënjeshtra që i sajojnë. Sakt. Mirë, shkojmë në publicitet dhe me një herë mbrim në verdikt. Edhe ju si bëni për një fileto pule bëni kështu. Ca pula kapën kështu, ca fileto kapën kështu. Po ne kemi salmonellën, ne kemi si vitamin C. Ose mërzisti ka shumë. Si vitamin D thuaj. Këtë dhe shumë të tjera që lidhen me gjitha vitaminat e ndryshme që po i marrim pa dëshirën tonë, me një super panel si gjithmonë. Ervin Resuli, faleminderit që jeni me ne. Niki dashur i studios Bardazi. Dhe ato që avokate, Mike Re, studios Bardazi, kthehet me besnikri tek ne, tregon që e ka pëlqyer emisioni. Rikthehet pas një mungese të shkurtër Ilir Ciko, njëri që du fort. Alban Zusi, ai nuk mund të ri dot larg nesh, nuk e di ka një alkimi me ne. Dhe do ta tregojmë sot në studio debat i fort për një çështje që prek shumë çështje tjera. Tani, me sa di unë Albani ka dhe këtë shoqatën e këtyre industrialistëve ushqimor. Pjesë e shoqatës tënde ishte kjo kompania, se s'duam të e di që ne nuk duam të ndërshkojmë biznesin, se biznesi është motori i ekonomisë, e kemi thënë, po kur ka biznese që shkelin rregullat e ushqimit dhe rregullat, ata biznese nuk janë në anën tonë. Edhe as në anën tuaj besoj. Absolutisht. Nuk bëhet fjalë, ne si shoqat kemi bërë disa herë studime të cilat në fakt kanë rënë ndesh me interesat e anëtarëve të shoqatës tonë, sepse zbulonin probleme në treg. Por, si tha, të dua shumë, tha po më shumë dua të vërtetën, ne gjithmonë kemi qenë në krahun e publikut. Kështu që nuk diskutohet që interesi publikut është kryesori, sepse por nuk mbrojtëm interesat e publikut, është i mbaruar edhe biznesi. Për hir të vërtetës, kompania në fjalë nuk
nuk është ndër kompanit, le të themi, problematike, sepse çdo sektor ka kompanit e vetë. Se kemi dhe kompanit tjera problematike, po thua? Po, çdo sektor ka ato problematikët e vet, por kjo nuk është se është shuar. Jo, kjo ushqimi nuk falim Alban. Por, shiko, atëherë, ta them ndryshe. Po, thua si të duash ti. Problemi që është konstatuar, është problem i ardhur nga importi. Unë ditë pakten një 15 raste që sa herë ka ndodhur që nga importi ka ardhur produkt me probleme, pra me salmonella apo me diçka tjetër, por kryesisht mishi i pulës këtë problem ka, me një herë ai është kthyer mbrapsht dhe kompanitë eksportuese braziliane atë çfarë do qofshin, të rimbursojnë. Pra nuk ka biznesmen që me koshiencë të futet dhe të rrezikojë në treg me hedhë në treg një produkt. Patjetër, nuk e dyshojmë këtë gjë. Ky është aksident, Po aksident, po është aksident me tonelata. Tani pse ndodh kjo gjë që ta shpjegojmë pak Alban? Ndodh nga fakti që transporti nga Brazili zjat shumë kushtet. Salmonellën, në qoftë se produkti e ka qysh në origjinë, qysh në therë e ka në origjinë salmonellën. Ai ka ardhur këtu me salmonellë. Po pse futen atëre? Pse futen këtu produkte? Pse lejohen të futet, të bëhet tregti nga vendet po? Ja si funksionon. Funksionon në këto lloj formet. Në portin e Durrësit vinë 100-200 kontenjerë në ditë. Po. Ato merren analiza mbi bazën e një, po të themi, një lloj probabilitetit. Po çfarë do të thënë kjo më të merren analiza në Port Durrësit, të ri malli edhe stok atje disa kohë sa dalin përgjigje analizave, ky është budollik me ok. Ka disa vende, Ervin të lutem, janë të evidentuar në hartë ato vende që kanë probleme me salmonellën. Nëse është Brazili një nga vendet që ka probleme me salmonellën, mos merr fare mish nga Brazili. Ka një procedurë ligjore e cila i detyron subjektet të importojnë mishit pulet. Jo, nuk duhet përgjithësuar Alban, për të qenë pak më korrekt. Ti e njeh pak a shumë sektorin e sigurisë ushqimore dhe në radhë parë njërë, ka disa rregulla për Brazilin që jo në të gjitha stabilimentet që prodhojnë mishëra mund të importosh. Duhet të importosh vetëm nga lista e Emirature BE-s. So bëm si vendet e Afrikës tani, po ham më keq se ta. Ne kemi ulur vigjilencën sigurisë ushqimore me atë akti normativ apo udhëzimin. Mos e bëj politik tani, e kemi ul vigjilencën tani. Ose bëj politik tani, pse kemi ul vigjilencën? Atëherë, unë bëj pjesë tek pëlqeu provokimi. Atëherë, normalisht e kemi ulur vigjilencën për aq kohë sa ne i kemi dhënë akses pa dalë analiza mallit të shkojë në pjatën tuaj edhe të timën bashkë. Patjetër, me ty jam këtu. Atëherë, për aq kohë sa në 2019 dhe ne kemi hequr këtë kusht pa produkti importit, do të merresh kampioni, bëhesh analiza në ISUF, mas 4 ditësh pasi të dilte përgjigja, çlirohesh për të hidhur në treg. Sot nuk ndodh kjo. Sot merret kampioni, produkti vjen ke pjata jote dhe imja bashk, ndërsa analiza shkon te brenda në zorr dhe e nxjerrin. Pastaj kur shkojmë brenda te zorra, ndërhyjmë që ta nxjerrim nëpërmjet mjekësisë falas. Pra e thën ndryshe. Në këtë kushte kemi ulur vigjilencën. E dyta, ne kemi një problem shumë të madh me sigurinë ushqimore, që është më kryesori. Ne nuk mësojmë në rastet. Absolutisht. Rastet tjera ka pasur. Nuk është se i bëjmë filma, por ka pasur, por nga rasti në rast dilet. Nëse ne na duhet një analizë për ta detektuar salmonellën më herët, s'kemi pse e presim 10 ditë. Kemi PCR, kemi ELISA, kemi kushte tjera laboratorike, kemi laborator njerë, të cilat ne mund t'i përmirësojmë analiza dhe mund të fillojmë t'i nxjerrim nga 6 orë deri brenda 2-3 ditësh. Nuk kemi pse shkojmë 10-11 ditë. Pastaj fusim edhe shtun dielën se nuk punojnë institucionet shtetërore dhe dalim të hënën që kemi rrujt gjithë pulët. Bashkohem, por vetëm unë do të shikoj pak për te thjesht problemit konkret. Për te fileto, se duhet ta shkojmë çik problemin edhe te gjërat e tjera, se ja dhe vezët e kofshate. Nuk lidhet thjesht me problematikën që ne hasim në produktet e importuara, që padyshim duhet të jenë subjekti kontrollave, por edhe të prodhimit vendas. Ndërkohë që duhet të mbështesim zhvillimin e biznesit, siç e përmendëm, duhet të përkrajmë edhe fermerin e vogël që të ketë mundësi që të prodhojë produkte dhe t'i nxjerrin në treg. Të gjitha këto produkte duhet të jenë sipas standardeve dhe pa rrezikuar kurse shëndetin e konsumatorëve shqiptar. Në fakt, e vërteta ka treguar që shpesh ne vihemi përballë problematikave paradoksale, të cilat janë po aq shqetësuese për shëndetin e konsumatorëve. 2-3 shembuj të thjesht, lëm pulën më një anë, sa herë kemi folur për bukën, për cilësinë e bukës që ne konsumojmë. Për miellin. Biles kam filluar rrafe që thonë që ka ca mieldra që të bëjnë edhe sterile, ku diunë, ca muhabete kështu që... Ne të pak ne kemi kaluar atë problematik, por mbase është për të tjerët.
Por, s'është vetëm buka. Sa herë kemi folur për qumshin, për përdorimin e vajt palmës. Kishte mandarinat në vjetor. Ose mandarinat për shumë produkte. Ilir, po qa kuftimi ka që del drejtori AKU-s dhe mburret që e kapa? Unë këtë se kuptoj fare. Dhe si mund të mburret ai drejtor ku për mendimin tim duhet jep të dorëheqjen? Së pari unë mendoj që sistemi i kontrollit nuk është funksional të paktën ashtu siç do dëshironin qytetarët që ai të ishte. Janë ndërruar 3 drejtora në 3 muaj. Çfarë faj kanë qytetarët o Iliri dashur tani? E dyta, kontrollet që bëhen. Qofse ti nuk e lejon, mos e lejo të futet që në dogan edhe. Kontrollet që bëhen shpesh bëhen edhe pothuajse formale apo thjesht ndoshta edhe për të vënë gjoba. Bizneseve. Deri para 2-3 ditësh bie fjala, un pash edhe faqen e Facebookut, faqen zyrtare të Facebookut të AKU-s. Edhe faqen zyrtare të AKU-s që kanë internet dhe nuk ishte asnjë njoftim për atë. Ministria e konsideroi që është goditje politike. Për atë që gjemonin të gjitha mediat dhe ky e bën politike, nuk dua të qytetarët kur kanë një shqetësim, ka të drejtë ministria. Qytetarët kur kanë një shqetësim të tillë, burimi ku duhet shkojnë të shikojnë për lajmërimet është pikërisht autoriteti kombëtar i ushqimit dhe aty nuk ishte një njoftim, sot e kanë nxjerr. Një nga problematikat. Jo, mos e bëj politikë tani se pyeta Ilirin. Ka të drejtë ministri apo jo tani, që thotë është luftë politike? Nuk vetëm politike s'është kjo. Ky debat është jashtë çdo gjë vetëm politike. Jashtë territorit që ne po diskutojmë. Në radhë parë në informim AKU-ja ka një sër mangësisht të mëdha sepse tymnaja ose ajo rrmuja jo e qartë në informim që ka bërë AKU-ja, pra në njoftimin e saj jo korrekt, ka bërë që ne sot për shembull prodhuesit vendor janë të goditur nga kjo situatë, sepse njerëzit janë të alarmuar për sa i përket konsumit mishit pulës. Pra mirë na është bërë dëmi shëndetësor, por po na bëhet edhe dëmi ekonomik dhe po vazhdon. Dhe kjo pse? Sepse AKU-ja në kohë se kanë dhënë njoftimin sipas parametrave që e parashikon ligji si duhet ta japë njoftimin. Por ata urin që e kanë bërë sipas parametrave. Jo, Erion, AKU-ja edhe sot që e kanë nxjerrë njoftimin, e jep vetëm si njoftim pothuajse të policisë, pa çfarë ka ndodhur, por nuk jep një këshill për konsumatorët. Mos konsumoni. Nëse merrni fundit, një orëve të fundit. Në datën 12 mars, ky është i Rafsit, raportimi i Rafsit në 12 mars. Jam i sigurt, po ta kontrollosh webin e AKU-s, nuk ka njoftim. Flornikamid, pra pesticid në piperka. Pra specat në Kroaci. Specat në Kroaci në 12 mars kanë dalë me pesticide. Nuk ka njoftim dhe nuk ka një sqarim nëse këto speca gjenden apo zgjenden në tregun e brendshëm. Se mirë një kamion iku ande, po kamionat e tjerë. Pra, që në informim, që në gjenezë, që në fillim, AKU-ja ka fillu punët mrapsh dhe prandaj ne gjendim në këtë situatë që nuk e dim edhe gjendemi në një lloj tymnaje në cilat absolutisht prisia është drejtësh drejt institucioneve shtetërore, pasi ato janë garantet kryesore për shëndetin ton dhe kjo ka pik. Ajo ministria unë e dëgjova shkëlqyshëm, tha ka institucione të tjera, tha prokuroria, policia, krim ekonomik, drëngëmëngë ishin gjithë ato. Që nuk jemi të vetmit, ka dhe në BE shumë vende tjera. Domethënë ky është ngushëllimi për ne, që nuk ishim të vetmit që jemi kontaminuar me salmonellën. Tani nëse kjo do të kishte ndodhur të mirë, e pas ka dhe shumë vende tjera të BE-s dhe kjo duhet na ngushëlloj sipas ministres se dëgjova në Itali. Kur tikim në Italinë për shkak mos ta nuk prish se e pas ka dhe BE-ja këtë problem, pra nuk ishim të vetmit ne. Para njëherë mua më duket totalisht jashtë logjike marrja e mallrave, ushqimeve të ndryshme nga Brazili në këtë masë, nuk mund të them që nuk do të marrin fare nga këto 20.000 ton. Vende pakisht konsideruara. Është prodhuesi i dytë në botë. Për çfarë si marrim më lirë, këtë nuk e di, marrim më lirë. Patjetër. Po eksporton në Kinë, eksporton në Rusi. Rusia i ka rregullat. Brazili janë ndalën do të drejt, po ne eksporton në Europë. Marrim thash pse marrim shumë lirë Brazili. Ato nuk e zgjedhin se duan Brazilin, e marrin sepse ai subjektet të këtë cilat subjektet të cilat importuesit tan marrin nga Brazili janë vetëm subjektet të aprovuar për të eksportuar në Europë. Pra inspektojnë nga... ishte aprovuar në këtë rast. Po patjetër, janë subjektet. Se Europa me sa di unë kur merr për vete ka ato përfaqësues të saj që bëjnë kontrollin. Nga ato stabilimente marrim edhe ne. Dhe ato stabilimente eksportojnë nga 1000 kontenjer në ditë, nuk bëjnë një kontenjer me salmonell për Shqipërinë. Si se nuk ma zëgoja, se jam dhe shumë kafshdash, se po nuk besoj që mbaruan
pula tek ne apo rrethet për qark nesh për të marrë kaq sasi. Ne do donim shumë që t'i prodhojmë të gjitha në Shqipëri, mos marrim asgjë. Dhe dhe kafshët tona apo prodhimet tona janë marrim më lirë andej. Avokate, unë do doja që një dit na thrasi avokatit na thrasi këtu për të bërë prodhimin vendas dhe do isha njeriu më i lumtur se si mundemi që pulat e Brazilit t'i zëvendësoj me pulat mandarinat e domatet, e gjitha me radhë çfarë marrin, domethënë që janë njëra më që në qoftë se mbyllet importi i mishit nga Brazili, unë të siguroj që gjithë produktet e mishit në Shqipëri i ketë paktën 20-25% më të shtrenjta. Natyrshëm që ndoshta ne që jemi këtu nuk na bën ndonjë impakt kush e di se çfarë. Por ato njerëz që jetojnë masa, që jetojnë me 150.000 lekë muaj, ato e kanë problem të punë. 3.000 lekë se ishin 300 lekë. Por kjo nuk do të thotë se ato duhet ushqen me produktet pasigurta. Brazili po të siguroj që është një ndër eksportuesit më të rëndësishëm të planetit. Nuk e di, më zhdukur si kur i lanë ata dhe i morëm ne se ne nuk marrim vetë. Natyrshëm duke eksportuar shumë kanë edhe më shumë probleme. Fokusit e Brazilit e shmang problemin. Një procedurë tërësisht ligjore. Nëse do të kishte ndodhur kjo gjë në Francë, në një shtet tjetër, si do kishte reaguar popullsia? Se ky popull jon sigur e vën gjumë kjo salmonela, e kupton? Mos na bën mirë kjo salmonela, ta shpjegojmë pak çfarë dëmi na jep. Jo, dhe kemi parë reagimin qytetar që mungon në gjithë radhë, dhe para se edhe më flagrante. Po çfarë dëmi jep në organizëm salmonela? Salmonela është një ilustrim i problemit, po nuk është problemi. Sepse ne kemi të njëjtin problem me qumshin. Merrni një shishe qumsh, mbajeni një muaj në balkon, ajo as nuk prishet, as nuk thartohet, nuk ndodh asnjë gjë. Dhe kjo është për gjithë. Kjo vjen nga pluri, apo? Sepse qumshi që konsumohet masën më të madhe, prodhohet me vaj palme. Dhe kjo është stër thënë nga gjitha mediat. Kompanit, pjesa më e madhe e kompanive që prodhojnë qumshin në treg e bëjnë në këtë mënyrë. Marrin hirën e përzijin me vaj palme. Jo të gjitha tani, mos i përgjithë. Jo, nuk janë të gjitha, po ka një kompani që është mira, duhet prapë ky kompani apo jo, se njerëzit trëmë me kujt dëgjojnë ato gjëra. Po është bërë pra kjo që merret edhe nuk ndodh asnjë gjë qumshi. Ti shikon kolitë e qumshit që lihen, nuk futen në frigorifer, po lihen në tokë nëpër dyqana dhe nuk ndodh asnjë gjë. Po ti qumësh i freskët ai prishet brenda ditës. E qartë. Nuk ndodh, pra, nuk po të shikojmë, po të mbetemi te Brazili dhe salmonela, harrojmë që problemi nuk është aty. A do të prapim panik, domethënë është çështje e madhe kjo? Ti më premtove se do flasim për sisteme. Sistemin duam, sistemi, ku kemi qaluar? Ky problem nuk zgjidhet duke bërë alarm një rast me salmonel, sepse raste me salmonel... Jo, Alban, duhet ndaloj. Nuk kemi një rast. Qose do ishim një rast brenda 2024 apo... Ta mbaroj unë të diskutimin, nuk do të ndërprej buridot, por nuk merret morbur se nuk jep njeri në Bashkimin Evropian njoftim, nuk jep njeri në Bashkimin Evropian njoftim që ka hyrë një kontenjer me salmonel dhe bëhet alarm kombëtar. Hyn me salmonel, ka sisteme të njoftimit. Ka një website të caktuar çdo ministri ku thuhet filan produkt me filan numër lotit bëhet publik dhe thuhet që po pra kjo po pikërisht pra për këtë të flasim. Sistemi italian në moment të jep lotin, të jep etiketën salmonela dhe pse u gjën salmonela. Salmonela do jetë aty edhe në baçën tënde nëse ke edhe te pula e fshatit. Edhe te pula e fshatit është salmonela. Problemi është këto raste nuk kemi sistem të legalizuar që edhe unë kur të kem një problem ta hedhi direkt njoftimin te ky website, ta lexojnë të gjithë njerëzit, vetë mos ket asnjë lloj konsekuencë për mua sepse e hodha lajmin atje. Kjo është e para punës. E dyta, duhet që në faturën e shitjes, kam 12 vjet që e kërkoj, duhet të vjet numri i lotit në faturë shitjet, dhe mos ketë mua historiera që shkon tek subjekti dhe nuk e din se ku ka shku produkti. Jo më vlla, duhet ta ketë me numër lotit. U shit këtu dhe vajti atje. E treta, duhet luftojmë informalitetin, sepse informaliteti na e krijon këto historie. Se me 99% ai biznesi atje. Informaliteti mo Alban tani ai ishte një kokër biznesi në kokër të vendit. Është informaliteti sepse ata i shesin sepse ato shesin pa faturë me motor. Ato shesin pa faturë sepse biznesi ka futur shet pa faturë. Të gjithë.
Vend me makinë. A themi 50%, a themi 50% është ekonomi informale. Kjo pra është ekonomia informale. Shko te tregu ti. Se kështu i kanë shtrohuar edhe detyrimet. Shko te tregu i hapur, janë informale. Dhe kërko shifi gjithë tregtar që i shesin mish. Kanë nipt? Asnjëri s'ka nipt. Kanë fatura? Asnjëri s'ka fatura. Jo, pa një fatura. Dhe në qoftë se ti do shkosh ti thush atij, ti nuk mund ta marrish mishin nga magazina ime pa faturë ose pa këtë deklaratën time, çfarë është kjo? Pa certifikatën. Hajt miru pafshin të se shkoj tek tjetri. Edhe iku doli jashtë tregu. Pra këto janë problemet e sistemit. Ne këto duhet zgjidhim. Nuk duhet të shqetësohemi pse doli një salmonel. Ministria shqetësohet për këtë gjë. A kemi sisteme? Ministria di këtë gjë. Alban, të lutem, meqense ke një shoqat që mbron interesat e të gjithë bizneseve që merren me industrinë e mishit. E kam bërë këtë studim. E kam bërë këtë studim. Të lutem, tregoja pa kamerës. E kam bërë këtë studim. Ja ke treguar ministres se të paktën ministria është e hapur, edhe ka një qasje ndryshe. Që është në 2015-ën, minister, e kryeministër e tjerë. Por, në qoftë se ne nuk ndërtojmë këtë sistem, ku janë të gjithë palët e përfshira. Sa lek, do shumë leka i sistemi? Ky? 3-4 milion euro. Asi gjë më tepër. Dhe i nxjerr vetë. Thjesht para që harxhon. Dhe i nxjerr vetë. Dhe në qoftë se ne nuk do ndërtojmë këtë sistem ku palët të jenë të gjithë të kryqëzuar me njëri tjetrin, ne do mblidhemi çdo 3 muaj për këtë punë. Ministria tha do ta fshi fare akun. Do ta heq fare. Jo mora akun duhet fuqizuar. Akuja duhet fuqizuar. Nuk do ketë maku, do ketë disa, do ketë një skemë si puna e saj. Shimë mirë ministri. Ne akuj duhet i kërkojmë atë që ka mundësi mu bë. Kemi bërë një debat në Ervinin, thotë ka 50 veterinerë. Edhe 500 veterinerë me pas, nuk zgjidhet kjo punë. Nuk zgjidhet. Nuk mundet tani një agronom atje të vetë bëj inspektim për salmonel tek. O Ervin, dhe ti kujton se 500 veterinerë zgjidhin sigurinë ushqimore? Jo. Absolutisht. Pra duhet bërë një sistem ku të kemi një seri, të kemi një 5.000, 10.000 veterinerë privat, ato veterinerët e tu, të cilët të kryjnë edhe funksionin privat, por edhe funksionin publik. Pra do të gjitha dimensionet. Në të gjitha dimensionet. Se ka dhe domatja gjëra brenda, ka edhe kastraveci gjëra brenda, ka dhe gjithë. E njëjta gjë me agronomët, e njëjta gjë me të gjithë teknologët, pra të kenë edhe funksion privat, edhe funksion publik. Dhe të shkojnë dhe të raportojnë, të vinë tek nërmarja ime, mbi bazën e një kontrate private për të më asistuar, por në moment që ato konstatojnë problemet e kun, shkojnë t'ja raportojnë AKU-s. Mirë, po mos e hiq na puna. Mos e hiq na puna kur ta raportoj te AKU-ja. Problemi. Jo, është privat ky. Po pra. Ora unë them duhet krijojmë rrjetin e auditorëve privat të burr. Në radhë parë një që autoritetet shtetërore duhet t'u kthejmë specialistëve. Se i kemi futur, i kemi bërë bastione militantësh dhe ky është një problem vetë. Prandaj janë prishur ato ligje, prandaj janë hequr ca rregulla vetë AKU-ja. Po të garantoj Ervin që edhe në shkutin kryet AKU-s të njëjtat historike me pas në harkun e një viti. Nëse unë vetë aty punoj për llogarit shefit, njëjta histori do kemi. Por të njëjtat histori se 500 veta nuk e kontrollon dot të burr. Po e kontrollon, se ke shembullin e Kroacisë. Ke shembullin e Kroacisë, si ka vetëm 130.000 inspektor veterinar dhe ka legisart. Po thuhet që janë 130.000 operator biznesi ushqimor. Si do me i kontrollu ti me 500 veta? Ka programe, ka mënyra dhe struktura për monitorizu. Bravo, hajde pra gjem ato programet, hajde gjem ato mënyra. Dhe njerëzit e Po karikojnë jo ti bim qaf atyre, është misioni pa mundur, është thjesht misioni pa mundur. Dhe aty të duket ide e mirë kjo për ta prishur fare AKU-n, për të krijuar një sistem tjetër inspektorati me disa nivele që do niveli raporton për shembull. Për një gjë merret një, për një gjë merret një, për një gjë merret një, ku diun me 7 nivele. Kam iden çdo gjë që bëhet në këto situata është për të bërë një ngatresë më të madhe, se nëse ky riformatimi do të shërbente për mirë, jam dakord. Por mendoj që nga koha ku jemi deri kur të arrim ta realizojmë si duhet formatimin e parë, do ketë një kohë që ne do të themi jo nuk funksionoi se sa u krijua, jo nuk funksionoi se tani po rregullohet. Dhe mendoj që kjo do jetë pikërisht një hapësirë boshe për të humbur dhe më shumë kohë. Dhe ajo që mua më prek më shumë është ne 4 persona këtu, nuk biem dakord dhe nuk na dhëm njërë pikëspari nga ana njerëzore kjo pjesa e salmonelës në vetvete dhe merremi jo AKU-ja, jo ministria, jo kjo. Kuj nuk i dhëm njerëzore? Po e quajtëm si gjë që ndos, pra, diçka që
Që ndodh. Që nuk duhet të ndodhi. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të ndodhi, por ne po merrim më shumë si u inspektua, kush e kaloi, kush se kaloi. Askush nuk e përmendi personin që e futi, që me sa diu në ende kërkim. Nëse kjo do ndodhse, në bashkimin, nuk e dim ne që se ka marrë, ku e dim. Mund ta ketë marrë të qëllimisht. Nuk dim asgjë, për çfarë nuk di, nuk ngret dot akuzë. Ka pas shumë të lehtë me kthyesën e tregtuar. Mendoj që njerëzve më tepër se këto ana formale që po bëjmë ky diskutimi teknik, u duhet më tepër. Dëmi që mbi të gjitha është e fëmijët dhe tek moshat e treta. Atëherë kemi kryesisht problemet alimentare ose të aparatit tretës, kryesisht janë diaret, vjella, të shtuar, po ta është gjallë. Jo, absolutisht. Se po e zjeve... Po e zjeve në 9-60 gradë, ka rrezik të prekësh. Po nuk ka zjerje në 9-60, zjerja është mbi 100. Po mirë, pra mund të jesh gjysmë. E kupton varet si e preferon. Vetëm sa i jep një val, po. Që deri 60 mund quhet edhe zjerje për disa. Pra, e thënë ndryshe, nëse konsumohet, absolutisht ti mund të kontaminohesh me salmonelën duke manipuluar e duke e prekur atë. Po, fileton dhe ndërkohë e ke çuar 75 gradë dhe nuk ka rrezik kur e konsumon, po ndërkohë ke fërkuar syt, ke kapur produkte të tjera. Atëherë kjo këshill duhet dhënë edhe që ta dëgjojnë njerëzit. Produkte të tjera, pra edhe si nivel mbrojtje. Në këtë aspekt ishte shumë e qëndësishme publikimi nga ana e akuzës. Gruaja ime gjithmonë filetot e pulës i zien para se ti skuqi. Nuk e di se e ka shpikur vetë të rregull apo jo. I kap me doreza, po i kap me dorë. Do t'i që ja i... Shiko, për të mos e përgjithësuar, salmonela nda janë dy tipe të veçuara më vete sepse japin problematik të shtuar dhe ndaj bëhet analizë për këto dy tipet. Shkojnë deri në temperaturë të lartë, problemet të prekjet cipave të trurit, edhe shumë gjëra tjera. Sidomos dëmi më të madh te fëmijët, edhe tek pleqet, tek moshët e vjetër. Pra, flasim për stresat të cilat e kanë imunitetin të ndjeshëm, të prekshëm. Gjithë linja logjikës është informacioni dhe unë ndaj po them. Po tani pse the ato fjalën që çdo lloj mishi ka salmonel, që thot Albani me të drejtë. Dhe kur evidentohet më shumë ato, domethënë, cilat do të jenë kushtet e sigurisë, mënyra që ti paka shumë edhe të gatimit e trajtove. Një fjalë zakonisht në profesionin tonë i themi kontaminimi kryqëzuar. Pra, ndaj themi që nëse, për shembull, në ngarkesën kontenjeri ka pas 27 ton mishpule. Mostra është marrë vetëm në një parti tek 7 ton, që do të thotë që zyrtarisht magazina dhe këto 7 ton konsiderohen derisa dali përgjigja tjetër, konsiderohen deri diku të rrezikshme derisa dali përgjigja. Ndaj unë e rikthej dhe njëherë problemin tek institucionet shtetërore, të cilat ato janë garantet, ato janë kryesore, të cilat ne na japin. Ervin, kam një pyetje historike, që dua t'ja bëj edhe Albanit si i lash që është. Pulat hungareze kanë pasur salmonel, se mos na kanë futur dhe atë, se ne na vlora i themi salmonel. Ne ndër vite këto 35 vjet kemi hëngur realisht pula me salmonel. Ideja është që ne nuk krijon dot imunitet për shumë çupje, nuk krijon imunitet shumë vaksine. Nuk krijon imunitet, por ideja është që rastet e sigurisë ushqimore në Shqipëri. Po pulës i bën mirë salmonela dhe ne na bën keq. 24. Ta mbaroj Ergjinin për i përgjigjem unë avokatit. Atëherë, problemi që ndron, shiko, ne rastet në salmonela absolutisht jo për ta relativizuar, po do kemi në aspektin, po themi, këto institucione janë aty për se tani mishin e kuq nuk duhet të ham. Salmonelën jo? Pulës duhet të ham, domethënë çfarë do ham tash, çfarë do ham? Atëherë, momentalisht për konsumatorin. Konsumoni pul prodhim shqiptar. E sigurt. Se nuk ka salmonela. Në 3 muajt e fundit nuk kemi kapur problematika në prodhimin e mishit të pulës. Nuk kemi kapur. Edhe një herë, unë do të jap një shembull në Holland, përdorej për vrasjen e parazitëve në pularit, u konstatua në vezë një lloj pesticidi në Holland, duke marrë kuzë. Pra ky pesticidi kishte depërtuar deri tek Alban, si ishte përgjigja jote? Atëherë, salmonela Ervini e din shumë mirë, është bashkjetuese e çdo shpendit. Është një bakter bashkjetues. Bashkjeton me shpendin, nuk i krijon asnjë lloj problemi. 2500 lloj. Ja ka bërë Zoti që mos e han. Po. Domethënë ne çfarë duhet që ham? Salmonelën ti e gjen edhe tek pulat e shtëpisë, edhe tek pulat e oborrit. Gjithë problemi është që kur përdor pulën, Qose ke pleruar me këtyre kafshëve. Kur e pret mishin e pulës asnjëri nuk e han të pagatuar, duhet ta zish ose duhet ta pjekësh. Edhe vezën, pse thot s'po japim emër se s'po i bëjmë reklam nutricionistëve këtu në këtë emision, thojnë veza është shumë e mirë ta hash ashtu të pa pjekur mirë ato të kuqin, por nuk është e mirë sepse mund të ketë salmonel. Pra, salmonela është bashkjetuese e mishit dhe çdo lloj nën produkti që ka origjinë shpendin. Çështja është
e para punës mos jenë ato 2 salmonelat, pra nga 2400-2500 tipe salmonelet, mos jenë ato 2 tipet që i thot Ervini, ajo është problemi. Dhe çështja tjetër është që ne të përpiqemi të ndërtojmë sisteme për ta parandaluar. Dikur, kur unë merresha edhe me konsulenca të sigurisë ushqimore, auditorët italian në mënyrë absolute i venin kryq kompanive të mishit, në qoftë se gjenin që në të njëjtin frigorifer ka edhe mish pulet, edhe mish viçit, edhe mish derit. Mishi i pulës në frigorifer duhet qëndrojë gjithmonë më vete, sepse ekziston gjithmonë rreziku i salmonelës. Prandaj lihet më vete që të mos kontaminoj mishin e viçit apo mishin e derit, i cili mund të hahet edhe pa. Ai fusin me një frigorifer, mundësisht i ke kështu bashk. Këto janë gjërat që ne duhet bëjmë. Sistemi jonë duhet thoj, zotri, ti ke salameri po. Parandalimi dhe izolimi. Por nuk e qojmë do të në zero salmonele në mish pulet, vetëm nëse vendosim me heq dorë nga mishi pulës. Nuk e kam vetëm me salmonele, po me pesticidet, me rëndicidet, me ato iqicidet që si dim. Ne kemi një rënje totale të sistemi. Unë kam marrë me vete disa analiza. Këto janë analiza autokontrollit. Kjo është analizë që e bëj vetë. Kjo është analiza që i kam bërë në për laboratore private. Nuk du me i thanë se kush janë. Sistemi është ky, që në momentin që ti përpunon produkte për konsum publik, dhe në qoftë se ti je hallka e fundit para se të shkojë te konsumatori, ti ke detyrimin që të bësh analizë, zotri. Bësh analiza pavarësisht çka ke bërë në pikë. Po flasim për prodhim. Po, për prodhim edhe ripaketim, pra në momentin që ti çdo lloj produkti, në qoftë se ti je dërguesi i fundit, në qoftë se ti je dërguesi i fundit tek konsumatori, ti ke detyrë të kontrollosh. Jemi në momentin e konkluzionit. Dhe dua që të më prekni pak edhe një çështje që nuk e kapëm dot. Unë jam për të mos shkaktuar panik në gjykimin tim, për të bërë presion institucioneve që të bëjnë mirë detyrën e tyre, po mos shkaktojnë panik, sepse paniku mund të shkaktojë probleme ekonomike, psikologjike, emocionale, dëngëmëngje. Njeriu mund të ndihet sikur është sëmur edhe pa qenë. Pse publiku nuk reagon, mo vlla, ndaj kësaj? Ti thua që ke ngrënë salmonel, ai s'reagon fare. Sepse e kemi bombarduar, Erion, e kemi bombarduar me panik, me alertë etj, dhe ai është bërë i droguar tash. Nuk din se për çfarë të reagoj. Si nuk dim çfarë reagoj? Sepse ne e bombardojmë, e disa në Europë janë kap 77.000 raste me salmonel. Por nuk është bërë problem kombëtar asgjë. Po mirë, një protestë vogël, një gjë. Në Hamburg, vetëm lëvizja qendresa qytetare, vetëm ata 3 veta kishin dalë. Dhe nuk pash një reagim shoqëror në kuptimin që do ta sqaroni këtë situatë apo një reagim duhet të ketë. Në portin e Hamburgut kthehen mbi 100-150 kontenjerë në ditë me probleme sanitare. Është diçka normale. Me probleme sanitare. Është gjë normale, del analiza kthehet. Atëherë mesazhi se s'ka më kohë. Këtu ishte zakon që u kthy një kontenjer, delte emri, delte AKU-ja, jepte njoftim, kthym filan kontenjer. Ç'lidhje ka më zotëri? Mesazhi Alban, të lutem, mesazhi të bëjmë reformë integrale që të jetë e besueshme. Problemet kanë për të ndodhur gjithmonë do ketë aksidente të sigurisë ushqimore, por ne duhet ndërtojmë sisteme që të na japin besueshmëri që ne kapim aksidentet. Ndërtojmë, forcojmë sisteme që të kontrollit, të cilat jenë profesionale dhe të bazuara në realitetin. Nuk ka pse vije fjalën ato kontrollet që bën ISOV-ja të kërkojnë 3 apo 4 ditë, po mund të hapen dhe laboratore që të jenë vendosura pranë doganës, të shpejta, të cilat japin rezultatin direkt në vend dhe s'ka pse të vynë në treg produkti. Pa përsëritur para folës, se sigurisht jam edhe me sistemet e me gjitha, të sensibilizohen pak edhe ata që marrin përsipër të merren me bizneset të cilat hynë direkt në trupin, në gjakun e njeriut, pra le të heqin dorë nga kjo pangopsia e tepër që i karakterizon për të fituar më shumë e për të marrë çdo mundemi dhe më lirë. Duhet të pjeki mirë institucionet që kanë përgjegjësi që të na mbrojnë dhe i themi konsumatorit këtë kohë derisa ta sqarojë AKU-ja, konsumoni mish pule vendi. Se si të flasim, të bëjmë çik muhabet me pulën, a flet shqip pula? Po, duket si shaka, duket si humor, po s'foli pula shqip ose ani. Ai të gripe stendeve. Flet shqip pula. Në gjykimin tim, çështjet e shëndetit të ushqimit që vijnë nga ushqimi, pra çështjet që lidhen me ushqimin, janë çështje të nivelit terroristik, madje të nivelit genocidal. Pra, aq vëmendje do të kujdojmë. Pra, e kemi diskutuar në të gjitha panelet, gjithmonë kemi thënë, është çështje sigurisë kombëtare.
Pra, ushqimi është çështje sigurisë kombëtare. Leximi është çështje sigurisë kombëtare. Ne quajmë çështje sigurisë kombëtare kur vinë ata ala ula këtu, e kupton? Po nuk kemi punë me ata ne, se ne prishim vetes më shumë punë se ç'mund të prishin ata. Kështu që të dashur popull, mos ha çdo gjë që të del përpara, pyet nga si qysh tek, e kupton? Tregojeni shumë të kujdesshëm për të ofenduar çdo njeri që jep një mendim. Për shembull, jep Albani një mendim, shaj Albanin. Jep Elvini një mendim, shaj Elvin. Ore njerë të vetë me një, do dëgjoni në një njeri që mbush ju apo? Shkojmë në publicitet dhe takojmë me njerë në intervistën faqe bardha apo faqe zi. Rubrika, kjo është rubrika e rubrikave, është rubrika ku ftojmë një personazh edhe përpiqemi t'i nxjerrim më të mirën. Në këtë rast është një batutë që thotë është vetëm e mirë, s'ka të keqe. Është shumë e mirë se është Mimi Kovelli. Mirë se erdhen Bardhazi, në fakt kjo është intervista. Mik emisionit Bardhazi që ta dini, mik emisionit Bardha apo faqe zi, po ti je vetëm faqe bardh, kështu që çudi e madhe që në një media tentohet të dali vetëm e mira. Është kjo? Po pra, edhe kjo, reflektoj këtë gjë, e ke këtë defekt, Tani, ndonjëherë, po gjithmonë kur takon liderët, ndodh ai impresionimi që ti je nga ato lider në politikë që të impresionon. E di këtë gjë? Ma kanë thënë disa veta, jo nuk e di në fakt, po më duhet jo, nuk jeni e vetmja, por më duhet e konsideroj këtë sa herë që takoj njerëz që nuk i kam takuar ndonjëherë, sepse kur njerëzit pastaj më takojnë, shikojnë që tek lideri që un kam është po aq barabart edhe pjesa e thjeshtësisë që un kam, kështu që ne ta çojmë shumë. Që po, kështu që besoj që surprizohen pozitivisht. Mirë, po ti je një vajzë tiranase, dhe të jep imazhin e një burneshe. Si bajtojnë të dy? Se kosat e Tiranës janë të buta. Tomla. Nëse si e ëmbël ti, jo, se thamë dë. Shiko, ke shumë prezencë, do me thënë, do njerë dhe jo të trokë, e si malsore ti? Ka një mix genetik. Këto të thuesh, se arroj, ta marri vesh publiku këtu. Në fakt, i mbirë para ca kohësh bëri testin e ADN-s. Edhe doli skocez? Doli një gjë. Doli një gjë, dhe pastaj, jo, në mbi 90% kelt. Në fakt, ka logjik. Keltët ose ka dy teori, në qoftë që zgabojë, se unë nuk është, 10 kam pas një histori, po këto gjërat nuk i kemi studuar. Po se janë tani këto të javës fundit. Po javës fundit janë, po. Në fakt, keltët ose kanë një origjinë lire, ose kanë ndojtur shumë këtu mira vjetë më parë. Ka pasur një ardhje të keltëve. Ka që vërtet është kjo, sa në gjuhën celtike, që është një gjuhë unikale shumë e vjetër, gati po ajsa dhe Shqipja, dele, si thonë dele, për shembull, ende. Kështu që ka sens. Po jo, pastaj unë kërkova, pretendova që ai nuk mund të ishte kelt me babain e zmerë, duhet ishte kelt nga nëna bjonde. Nëna doli jo, nuk doli më 4000 vjetë. Kodi im genetik do t'ju çudis. Është një gjë që nuk e kam thënë kur në media. Po, na thuaj këtu, ta kemi ekskluzive. 20.000 vjetë. 20.000 vjetë e vjetër? Është halogrupi nga ku unë bëj pjesë. Kjo është një krenari shqiptare. Wow. E di kryeministri këtë? Ja ke thënë kryeministri? Jo, pa që nevojë para se të cakton të emrat e listë. Pa që nevojë se tani që u caktuan emrat. Pa që nevojë të bijem në shovinizëm, po. Jo, edhe të tjerët, edhe ne të jemi se jam në këtë halogrup që deri më sot në databasein që ata një institut gjerman ka, shumë i rëndësishëm në Evropë, ku përgjithsisht shqiptarët bëjnë testime. E kam dëgjuar dhe unë këtë që janë grupe të rralla, po. Po, nuk di të ketë një shqiptar të dytë. Në atë e fatu ytë që s'kam bërë unë analizat, se përsheti si më delë në një. E di për qa po ndjemi mirë, që këtë ekskluzivitet e kemi ne dhe nuk e ka kryeministri në podcastet e veta. Unë besoj që Omeri, kur ka shkruar Iliadën dhe ka
përshkruar gegët shqiptarë, nuk ju ka pasur juve parasysh. Dardanët. Ka pasur mua parasysh. Dardanët janë fiksë. Jo juve, ka pasur mua parasysh. Me gjithë respektin, Ne jemi thjesht na Vlora. Kjo është na Korça. Bukur. Mirë, kur je ndjerë më mirë? Kur të diskutuan për të bërë kryeministre apo presidente? Shumë njerëz donin. Kemi qenë ndër ata që donin të ishe presidente, kemi qenë dhe ne. Edhe ne. Se na kapi kjo. Se donin një presidente grua që të ketë autoritet dhe të jetë Shika. Edhe yll në të tjera. Nuk mund të them që njeriu nuk i përkëdhelet cedra kur i ndodhin gjëra të tilla në jetë. Betohem, unë kam për nder që të jem një person publik që i kam shërbyer vendit, duke edhe përfaqësuar atë, ndershmërisht, edhe vazhdoj të shërbej publikut. Besomni, edhe ju, se dhe ju jeni në shërbim publikut me punën që bëni, është një gjë që ta përkëdhel cedrën shumë, në kuptimin shumë të mirë të fjalës. Kështu që më mjafton edhe deri këtu kur kam arritur. Unë kam hyrë në histori mirë ose keq sepse unë jam gruaja e parë që kam bërë ministrin e mbrojtjes në këtë vend. Do ta thonim atë. Do ta thonim atë. Nuk do ta heqim atë. Nuk është se më ka munguar kjo pjesë të bërit histori, por sigurisht jam ndjer shumë e respektuar. Base e pa merituar, po shumë e respektuar. Ta ngacmoj qiku? Ta ngacmoj se kam... Tu ke ministri e mbrojtjes. Ta ngacmoj qik. Tani, si ka mundësi që u bë një varë cyt, president edhe su bërë ti? Dhe ishe kryevepër. Ndodhin këto, gjëra ndodhin jetë. Ndodhin se jetojmë Shqipëri, po. Varëset e mi janë bërë antare qeverie, janë sot ministre, ish ministre. Kush janë këto? Unë kam qenë në kryetare bashkie, kështu që shumë kush ka qenë... E vërtet. Jo, është e bukur që të ketë dialektik, të ketë zhvillim, njëzë nuk janë të njëherë për gjithmonë një ti tani dhe s'kemi tjetër, jo. Po vetëm një gjë, ama, ty me të tallur së merte do të njeri, për shembull, që thoshte që hajde bëjmë çik shaka me Mimin. Po pra, tani shakara bëj unë, të fusësh Mimi Koveli në listat e hapura, janë si këto shakat pa krip fare për shembull. Po s'ka gjë, ne do fitojmë, vetëm Mimi do fitoj Mimi. Janë pa krip fare, domethënë. Shakat në politikë janë të rrezikshme. Këto lista e di si quajmë ne, Mimi dashur, i quajmë si listat pasigurta, si lista që janë për këta njerëzit që se kanë fare profil politikën, se politika duhet kesh dhe një profil si politika. Është profesion apo jo, se s'e kuptojmë tani se këtu është bërë si... E kupton, dua dhe unë të bëhem, e kupton gjithë, e kupton. Disi është kjo punë. Kur debatoj në herë me tim shoq, më thot, o grua, thot, po, çaj keni këtë vezë, jeni gjithë arkitekt. Po, eksakt. Jeni të gjithë kompetentë. Është vesë shqiptare. Shumë e bukur. Ka shumë të drejtë. Gjithkush bën sanatin e vet. Kështu që edhe kjo puna e politikës. Shikoj, nuk është një profesion, ti mund të studiosh shkenca politike dhe politika nuk bëhesh. Jo, nuk ka lidhje shkenca politike. Të garantoj se e bi për ditë nuk ka lidhje. Do isha bërë unë për shembull. Pikërisht. Jo, ke akoma kohë. Unë kam dalë në pension para te. Por jo, është një profesion që ndërkohë dikush duhet dhe ta mësoj rrugës, sepse praktikisht, shiko, ka disa sisteme... është një profesion që mësohet rrugës? Edhe. Tani, unë ju them diçka. Jo, edhe. Do të kesh qik fibër. Ja. Do të kesh qik fibër. Okej, sa kohë kam për të shpjeguar të 2 orë, 3 orë? 3 orë, po. Disa sisteme, si sistemet anglo-saksone, përgjithsisht antarët e parlamentit i kanë jurist. Pra, Britania e Madhe, jurist, ekonomist, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Profesionist me i fjallë, ekspert. Përgjithsisht janë jurist, patjetër që ka nga gjitha fushat, mund të ketë edhe pa universitetë, se ditën që ti ketë drejtën për të votuar, ketë drejtën dhe të votohesh. Pra 18 vjeç gjithse kush mund të dalë në fushën. Po kryesisht janë jurist. Njerëz që janë ligje. Jo Europa, pra jo pjesa tjetër. Bota ka shkolla apo stafat të mendimit të majt ose të mendimit të djathtë ku përgatit lidera apo njerëz që duhet merren me politikë pavarësisht nga backgroundet që vijnë. Edhe ne jemi munduar ta bëjmë këtë, të paktën në rastin e Partisë Socialiste, por dhe ka disa elementë që kanë dalë edhe nga këto shkolla. Ka qenë ai Kemal Stafa, fondacioni. Vazhdon të jetë. Është? Vazhdon të jetë, ndërkohë që disa emra mbasi ju nuk ju thonë gjë, po ndërkohë kanë dalë nga këto salla leksionesh. Po. Kështu që në disa raste ka arsye të ndryshme pse një njeri bëhet deputet edhe pse merr shumë vota. Si rasti yt, për shkakun që do t'i marrin votat kësaj radhe. Si mund të jetë rasti im, po. Do t'i marrin vota. Jo që marr vota, që votohen.
Se është ndryshe. Po këtë drejt. Janë ca të tjera ata që marrin vota. Tirana, po mirë, se Tirana nuk është më e thjeshtë, Mimi dashur. Jo, nuk është. Tirana është populluar edhe nga shumë zona të tjera tani. Keni shumë të drejtë. Kështu që, si po ja bën kësaj radhe? E ke pak të vështirë, apo... Atëherë, Ornela, dëgjoj, shiko, unë Tiranën e kam parë të transformuar pra në djenin time me një person i lindur dhe i rritur në Tiranë, Tirana ime aso kohë mbaron të tek treni, i them pasani të kur. Tirana gjithë? Që në 2005-ën, pak më përpara, në fakt që kam qenë në kryetare bashkie, pastaj prefekte, pastaj garova në majoritar, unë kuptova që Tirana kishte dalë tek shinat, thoshim në dikur, kur bënim zbore aksione, në Paskuqan, aso kohë. Sot pa tjetër Tirana është te kaluar shumë herë, ndash në dëndësi, ndash në shtrirje. Kështu që, jo, shqiptarët përgjithsisht mundohen të rrinë bashkë në komunitete, sepse në base metropoli i madh për momentin në fillesat e tyre nuk e përballin dot metropolin. Si jemi ne kur shkojmë jashtë, që rrinë shqiptarët bashkë, apo komet e ndryshme, racat e ndryshme bashkë. Dhe tek ne t'i gjen lagjen e Dibranëve, lagjen e Kuksianëve, lagjen e Korçarëve, pra ka një lloj, le të themi, një lloj strukturimi edhe brenda këtij zgjerimit, le të themi, të kryeqytetit. Por në tha një gjë të bukur, po Tirana e ka zemrën e madhe, ka mirë pritur herë mbas here, dekada mbas dekadash, në daç prurje sporadike, në daç prurje të konsiderueshme në kryeqytet. Mban kryeqyteti jonë, sepse duhet të mbaj, është xham. Jo, po unë e kam edhe si që ta vazhdojmë pak këtu. Ndonjëherë ajo karriera politike është gjysma e punës për një rezultat të sigurt apo nuk ndihmon gjithmonë? Jo, duhet të ndihmoj. Duhet të ndihmoj, sepse karriera politike njëherë je një person publik, që njerëzit kanë parë ç'ke thënë, ç'ke bërë. Unë besoj që njerëzit kur të shohin emrin tënd në listë, nuk kanë nevojë që të pyesin kush është Mimi Kodheli. Ndërkohë që për emrat e tjerë pyesin, ore kush është ky? Nga doli ky, domethënë, apo jo? Patjetër. Në përgjithsisht është kështu. Ke pasur më shumë kontakte duke qenë një person publik, ke njohur më shumë njerëz. Po je përballur me luftra politike, ke bërë. Kështu që kjo sigurisht që ndihmon, por nga ndonjëherë kjo ka dhe riskun e vetë. Ka riskun e konsumit, dhe ka riskun e asaj që ti konsiderosh... Mbrapa kurizit, po jep ato... Kur ke takuar gjithë botën, ato kokat me fjallë. Po, fatin të takoj... E ki që është se ju vazhdonit me ndoni akoma uniforma, kam përshtypjen është bërë pjese... Jo, do mos dëshme. Në fakt, sot është përvjetori i futjes së Shqipërisë në NATO. 16 vjetori i fundit të Shqipërisë në NATO, kështu që kjo e bën pak më aktuale këto fotot. Jo, po të punosh me strukturat e NATO-s. Ju e dini kush është ky personi, po? Ai është ai që përdesh... Desh u bë president. Mendoj që a shok është ke, unë kam shok këtë. Për pak u bë president i Shëbave. Për një sekundë me thënë shpëtoj. Kështu që e kam fjallën që edhe në perceptimin e njerëzve, politika duhet jetë profesion, nuk mund të jetë lek, vëlla. Kush ka lek, bëhet politikan. Po e kuptojmë më këtë gjë, në më ose del në listat sigurta. Jo, kush ka lek, bëhet politikan, kjo është e pa drejt. Madje e shëmtuar. Kush ka popularitet mund të bëhet. Kush ka qenë në një sektor tjetër i spikatur, shkon edhe të shërbej si politikan. Pra, mund kesh qenë një biznesmen i spikatur, apo një profesor i spikatur. Edhe kjo të bën të ndjesh, të kesh ndjenjën e përgjegjësisë publike, më shumë akoma, pra mendon që mund t'japësh edhe në një sektor tjetër. Edhe nga ndonjëherë edhe gjaku i ri është i nevojshëm, të them të drejtën. Është i nevojshëm gjaku i ri, po jo të ishi fare gjakun e vjetër, e kupton se do të ketë lidhje. Figura si Mimi në parlament i bëjnë der parlamentit. Të vinë një që ti 2 gram, e kupton, ti të lexoj një tekst, për thonë do votohet ky ligji, ka këtë kuptim. Po këta sa njerëz që s'kan asnjë akuzë në jetë, kanë akuzuar me mirë aer, jo ke fik ato, jo ke fik këto, pra ke përballur me figura asnjë gjë. Po do futen këta që si ti njeri se kush janë. Po jo, po do mësojnë dhe me këta. Po pëse ma parlamenti për qiket më si more, është të mësojnë atje?
Unë ashtu shkoj një njeri që... Listat janë të spikatura janë, se në listat e mbyllura janë përgjithsisht persona që janë ministra sot. Edhe që në duen ata? Kanë shërbyer ata, kanë një eksperiencë, ministria është një eksperiencë e mirë. Okej, po shumë mirë. Edhan kontributin. Puna është... Puna është apërputhet autoriteti dhe digniteti i deputetit, si një ligjvënës, dhe një njeri që me rogën në atje. E ka një detyrë që të përfaqësoj interesat e popullit në parlament, për shembull, nga interesat që këtij populli nuk janë përfaqësuar, çfarë i mungon? Nga ato që ju mund t'i përfaqësoni në parlament. Mund t'i përmbledhësh pak lutem. Unë gjykoj, në qoftë që më lejoni që të kthehem pak vite mbrapa, nuk do kisha dashur në fakt të kthehesha, po që në fillesat e demokracisë, unë gjykoj që jo domosdoshmërisht ata që u përndoqën nga sistemi u përfaqësuan. Kjo është e vërtet. Me thënë, leksionin A që i dham demokracisë është që... Përfaqësimi nuk është tamam, ashtu si duhet të jetë. Pa. Dhe ju këtë gjë do e boni? Nuk ka një gjë që duhet ishin përfaqësuar ata. Mimi, ja të nga të fojë madje rrugës nga një ekstrem u kalua në një ekstrem tjetër. Pra ata të ekstremit të majtë përfaqësuan këta që kishin vuajtur në përkampe. Nuk u përfaqësuan njerëzit që kishin trashëguar prona. Shumë e vërtet. Po, shumë e vërtet. Po, demokraci, paktimin e pronës ke i Zoti. Këto janë shtresa. E vërtet, po. Gjykoj që janë akoma të papërfaqësuar disa shtresat minorancës, cilat do qofshin ato. Kemi akoma punë për të bërë lidhur me këtë drejtim. Pra, po gjykoj që është një dialektikë, që është një proces. Jo, Partia Socialiste nuk është se ka një program të qartë për këto gjëra. Ju e keni më të qartë në mendjen tuaj çfarë duan. Realisht. Ne kemi shumë më të qartë në mendjen tonë çfarë duam. Ne duam të afusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian pas 5 vitesh. Ka që thjeshtësh. Po ju në avonuat neve? Jo. Po që kush u vënojnë? Avonuan ata? Të jashmit? Atëherë, ka disa momente që një gjë është të bësh detyrat e shtëpisë, edhe një gjë është situata politike. I kemi bërë në detyrat? I kemi bërë detyrat. E brendshme apo mirë, situata politike ka rëndësi. Në një moment caktuar, ne penguam Maqedoninë e Veriut, pastaj Maqedonia e Veriut na pengoi ne sepse ishim në të njëjtin grupin. Në një moment caktuar erdhi një president i një vendi. Francezët pastaj ashtu po. Tanë jo se duhen ndryshuar rregullat. Tashti rregullat u harruan të ndryshojnë rrugës sepse na doli Ukraina. Pra, i gjithë ja dhe një tjetër që përdesh. Kush ishte? Ja. Po. Nuk t'i thonë këtë, më thuj qa shokë është ke, të të them cili e. Zotëria ishte një mbrojtës shumë i mirë interesave të shqiptarëve. Pro shqiptarë, po. Kjo duhet të thënë. Ja, këto ishin punët. Jo se duken si shakara këto, po unë për shumë... Ja, më beso, edhe unë mund të kem pas mundësi, po nuk kam guximin që ta takoja të tipin. Do i qikë shu... Unë se takoj do të për shumë. Do pa guxim, budallaj. Unë për shumë kam guxim të takoj ty. Pa atë se takoj do të. Jo, në të dy, unë kam guxim të takoj juve dhe të diktu. Jo, po ta them të në studio se Mimi ka qenë mik e studios Bardazik, kudo ku kemi qenë, në të gjitha kohëra, kur ka qenë ministre, kur ka qenë jo ministre, edhe tani që është thjesht një kandidate, po për mua është më shumë se një kandidate, sepse ka strukturë, me të nuk bën dot shaka, di qa flet, ose të faktën shumë duke morë. është e denë të nga përfajsojnë parlament, bi gjithë shka. Tani, kam një merak të fundit. Ti le emigracionin që erdhe në Shqipëri, apo jo? E le Italin. Dhe ke një djalë. A dojet kishe 2? Apo së të lanë gjithë angazhimet politikë? Jo, nuk ishte të bënd të fare me shumë personale zgjidhja që kam bërë. Se unë e kam merak për shumë, unë kam një vajzë do doja shumë. Por shumë angazhime ndo njerë, ne na marim për para. Bashorti im ka dashur të ketë shumë fëmi. Po, e? Po, është një zotëri që ka qenë shumë afër djalit, e kjo e ka bërë djalin tim një qytetar të mirë të botës, që e rrethon. Je bërë gjyshe Mimi, thuen që këto. Edhe është një gjyshe. Qa gjyshe kjo është isisht, kjo si kur ka baruar gjimnazin për universitetin para njave. Unë tentoj t'i them ati që nona, Mimi, jam këtu nona. A i thot termen e gjyshit. Nuk kam lidhje fare me ty. Kjo pensioni dhe gjyshlëku nuk të shkon gjyshe se nona në krovë bën fund tjera.
për fat keq. Jo për fat keq apo për fat mirë. Shiko, do jem shumë falenderuese fatit, Zotit që më ka dhënë mundësinë të jem gjyshe. Është një status i jashtëzakonshëm, i një emocioni të pamatshëm. Shumë bukur, shumë bukur. Po edhe unë mezi po pres fakt. Mbase dhe gjithçka nga ajo që nuk kam realizuar me djalin, ose me fëmijën e dytë, ose e kam shkrirë tek Nipçja. Bukur. Se unë mendoj që ke akoma për të dhënë, gjithsesi. E di ku duket një njeri që e ka zemrën e madhe dhe mbi të gjitha që ndroni thjesht siç ka qenë kur ruan ato shoqëritë e vjetra. Unë jam shumë xheloze sepse Mimi me një grup gocash ruan një shoqëri nga gjimnazi. Do ta korrigjoj, do të surprizoj. Fillore. Që nga Filloria? Që nga Filloria. Wow! Tashi... Ne jemi në një grup WhatsApp-i, po? Të gjithë shokët edhe shoqet e Fillores, disa janë në Amerikë, disa jetojnë në Zvicër, disa jetojnë në fund botës, nuk ka rëndësi. Rrim gjithmonë bashkë, dikush thot mirëmëngjes, ndërkohë dikujt i ka ikur mëngjesi ka ardhur. Dhe kjo s'ka penguar asnjëherë të komunikosh edhe kur ke qenë ministre dhe kur ke qenë. Fare s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Fare, nuk ka ndryshuar Mimi. Ndihet shumë mirë sepse përgjithsisht ne e kemi si traditë që një herë në muaj gjejmë një okazion, gjejmë një arsye për të mbledhur, siç mund të jetë një datëlindje ose çfarë do për të pirë në një birrë. S'ka kështu shoqërish. Edhe e di jemi të gjithë pa paragjykime. Ne mund të themi midis njëri tjetrit çdo gjë. E shani Ramën aty, e shani Ramën. Nuk bëjmë zero diskutim politik. Zero diskutim politik. Zero diskutim politik. Po. Vetëm se një arsye më tepër pse ripranova të garoj këtë garën time prap në sepse shiko, kur të shikojmë ti e ne shikojmë veten tonë, kështu që të lutem. Ka qenë ky grupi, po, vazhdo t'jesh. Fantastik. Ua, sa të mira i keni bërë gjithë Shqipërisë, ju me këtë gjë. Unë, Mimi, nga që të dua ty shumë, them, dhe thashe, po i ko Mimi mos u merë më tani, se këtu është bërë politika për i bret, është bërë për i bret, me thënë të vërtetën. Po ti the një fjali të bukur, qa më the, Partia Socialiste ka nevoj për mua si që ajo, nuk e mbaj mend se që një batut e bukur. Shiko, ne kemi akoma ende nevoj për njëri tjetrin, për aq kohë sa mund të ndajmë eksperiencat pozitive me njëri tjetrin. Gjithmonë. Unë po të marr rastin e një deputeti që është miku kësaj studio, Sula. Sula shokuim. Dashi Mat, që është i shkëlqyer, edhe kemi shumë mikë dhe duam fort. Që u zemërua shumë që se vu në listë. Po jo u zemërua. Po i ku fjetëm me Mulligjiu, me Milonaj, me këj dori për para. Jo u zemërua, shkum nga goja ditë shkretë dhe me të drejtë, mbase se ishte edhe në momentin më të bukur për të dhënë edhe kontribute, se me thënë të vërtetën bëri shumë opozit. Shumë më tepër se këta që ishin skutha kështu, ande këtej. Edhe, ai, namin bëri. Pse ti për shumë nuk the, qa thuet shu si të më vështi mua kështu në fund të listës e ku di unë ande këtej? Kam një tjetër qasje të ndryshme nga Dashi e pare punës. Dashi opozitari shkreti geli gjithë jetë. Unë ja kam thënë. Ne prape themi që ju nuk e meritonit, Ja. Tek listat e hapura, lieshin këta fakirat, po, nuk dua të bie në patetizëm, por unë e kam përnder. Sepse ne dim dhe i gjë tjetër, që Rama ka një konsiderat shumë të madhe për ju. Patjetër, është e vërtet. Nuk dua të bie në patetizëm, por unë e kam përnder të jem në listët e Partisë Socialiste, ku do që të më vësh. Ja, këtë më the. Ndërkohë që unë po thosha, po ikfa! Të kam thënë këtë, po? Jam e bindur në këtë që them. Kështu që është një deri math të jesh. Po, se jo të gjithë e kam ja, unë për shembull gjeni jam, po nuk e kam pasur fatin. Edhe Ornela për shembull që nuk ishte bërë. Jo, unë nuk ishte bërë 3 ministrinë në njëjtën kohë mbante kështu për që. Po, e sigurt. Ajo është. Kjo punon 48 orë në ditë. Absolutisht. Jo, unë nuk jam gjeni, po kur bëhet partia biznes. Gjeni e thash për të terrorizuar publikun se jam më shumë se gjeni, e kupton, kjo është gjithçka. Jo, unë s'jam gjeni, po modestisht me të gjitha 10 po, pak po sigurt kam qenë. Jo, kjo e di dhe unë këtë. Ke qenë me medaljari apo e ftakot? Ja. E shikon? Tak. Jo, nuk do të thot asgjë, ha? Po. Do të thot asgjë. Ke marrë medaljen në një kokë, nuk e merr të do kushdo, apo jo? Diçka patjetër për ta. Po tani marrin edhe arin edhe medaljen, i marrin gjitha kështu. Të ngeli. Jo, unë asnjë merak jam shumë i gëzuar që Mimi erdhi në emision. Unë ju falenderoj shumë për. Dhe që ishte spontane, thjesht dhe dashamirëse siç ka qenë gjithmonë, pa ojna bojna. E di sa ju falenderoj për këtë mënyrë, për këtë qasje të gazetarisë që keni. Se ka shumë autoironi brenda, që është
Statë shumë i lartë i intelektualizmit. I kemi këta, sa më pëlqeu. Edhe, por gjithsesi nuk ka cinizëm. Jo, nuk kemi likësi me asnjë, i duam gjithë që një njerëzore, po duam më shumë ata që do votojnë për Mimin. Ata që do votojnë për Mimin. Ju fisnikëron kjo, ndaj unë dua t'ju falenderoj nga zemra për emisionin. Ne ju falenderojmë shumë, faleminderit që ishit me bardhëzinë sonte. Ishte me ne Mimi Kodheli, që ne duam shumë të shohim në atë parlament që duam të ketë të tjera vlera, jo si shka qënë, jetë me vlera, parlament me kërparata. Dhe këtë gjë e keni në dorë ju të votoni njerëzit e dur. Kjo ishte bardhazia për sonte, faleminderit që qëndruat me ne, miru ta kofshim të mërkurën e ardhshme në ABC.